Në ditën e tretë të dëshmisë së tij në dhomat e specializuara të Hagës, ish ambasadori dhe diplomati amerikan Christopher Hill, i njohur për rolin e tij në negociatat për Kosovën gjatë viteve 90, ka dhënë detaje të reja mbi mënyrën se si Washingtoni e percepton ushtrinë çlirimtare të Kosovës në periudhën e luftës. Hill u pyet nga trupat gjykuese kush ishte përgjegjës për UÇK-n dhe kush e përfaqësonte atë në arenën ndërkombëtare. Ai pranon se në ATK SBA-ja nuk kishte një kontakt të vetëm dhe të konfirmuar me strukturën e UÇK-s, duke e cilësuar këtë si një nga vështirësitë kryesore diplomatike. Sipas meje dhe në cilësinë time si delegator i posaçëm, unë e kisha të qartë dhe të tjerët ma kishin bërë të qartë. Ai shtoi se amerikanët nuk e dinin as se kush i lëshonte komunikatat zyrtare të UÇK-s, në të cilat përmendeshin emrat e udhëheqësve të saj. Sipas tij, në atë periudhë çështja e pavarësisë së Kosovës ishte më shumë një slogan se sa një projekt politik konkret. Personat shpreheshin se e mbështesin idenë që Kosova të bëjë republikë njësoj si shtetet e tjera që ishin të shkëputur nga Jugoslavia, tha Hill, duke kujtuar frymën e kohës në qarqet shqiptare. I pyetur për drejtorinë politike të UÇK-s, diplomati amerikan u shpreh se kishte mësuar që Hashim Thaçi ishte pjesë e kësaj organizate, por nënvizoi se nuk kishte informacione që lidhen atë me shtabin e përgjithshëm ushtarak. Supozimi ynë ishte që shtabi i përgjithshëm ishte më shumë një organ ushtarak i përbërë nga komandant lokal që ishin bashkuar, ndërsa drejtoria politike merrej me kontakte ndërkombëtare dhe me botën e jashtme, shpjegoi ai. Procesi gjyqësor ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit vijon në gjykatën speciale në Hag, ku të katërt po përballen me akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit gjatë viteve 1998-1999, ku ishin pjesë ushtrisë çlirimtare të Kosovës.